Përshëndetje të gjithëve! Sot do të ndaj me ju një recetë super të thjeshtë dhe super të shijshme. Një pastice që bëhet gati vetëm në 10 minuta. Për këtë recetë sot do të na duhen 2 vezë, 100 g djath të bardhë, 100 g djath parmigiano, 500 ml qumësht, 2 lëg gjelle gjalp dhe makaronat. Do të nisim këtë recetë duke rahur 2 vezë bashk dhe pasi vezët të jenë homogenizuar, do të shtojmë dal nga dal dhe qumshin. Mos harroni të shtoni krip dhe erza sipas dëshirës. Pasi të keni shtuar dhe gjalpin, mos harroni të shtoni djathin e bardhë. Ja, kaq ishte. Përzierja është gati. Në një tavë si fillim do të shtojmë vajin e ullirit dhe më pas makaronat, të cilat i kemi zier vetëm për gjysmën e kohës të shkruar në paketim. Shtoni përbërjen me vezë, djath dhe qumësht dhe ja, pastica është gati. Futeni në furrë dhe piqeni për rreth 200 gradë në 20 deri në 30 minuta. Ja ku e keni dhe rezultatin. Pastice fantastike.